Në fillim të viteve 2000, futbolli shqiptar po kërkonte të gjente stabilitet dhe identitet në arenën ndërkombëtare. Në këtë kontekst, emërimi i trajnerit italian Giuseppe Dossena në krye të kombëtares në verën e vitit 2002 u konsiderua një hap ambicioz nga Federata Shqiptare e Futbollit. Por kjo marrëdhënie do të përfundonte shpejt dhe do të shndrohej në një nga çështjet më të errshme ligjore të Shqipërisë në arenën sportive ndërkombëtare. Dossena firmosi një kontratë deri në tetor 2003 me një pagesë të konsiderueshme për kohën, $200.000. Fillimi ishte relativisht pozitiv. Kombëtarja arriti rezultate inkurajuese në ndeshje miqësore dhe krijoi një atmosferë optimiste rreth projektit të ri. Megjithatë, kjo periudhë e shkurtër stabiliteti u ndërpre pas humbjes ndaj Rusisë në tetor 2002. Kritikat e forta nga media dhe tensionet e brendshme ndikuan drejt për drejt në vendimin e trajnerit për të dhënë dorëheqjen vetëm 4 muaj pas emërimit. Në momentin e largimit, Dossena kishte përfituar $110.000 nga kontrata. Ai vendosi të kthente $50.000 duke mbajtur $60.000 të parave, të cilat i konsideronte si pagesë për punën e kryer. Por Federata Shqiptare e Futbollit nuk e pranoi këtë interpretim. Duke pretenduar shkelje kontrate, ajo kërkoi kthimin e plot të shumës dhe ju drejtua strukturave të FIFA-s. Vendimi fillestar i dha të drejtë federatës, duke e detyruar trajnerin italian të kthente edhe $60.000 e mbajtur. Dossena e çoi çështjen në gjykatën e arbitrazhit për sport në Lozan, institucioni më i lartë për zgjidhjen e konflikteve sportive në botë. Kjo përbënte një moment të rëndësishëm për Shqipërinë, e cila po përballej me një proces të mirëfillt juridik në nivel ndërkombëtar. Seanca u zhvillua në shtator 2004, ndërsa trajneri italian ishte i pranishëm dhe i përfaqësuar ligjërisht, pala shqiptare nuk mori pjesë në seancë. Një detaj që në retrospektiv shihet si domethënës për rrjedhën e çështjes. Me 15 tetor 2004, KAS dha vendimin përfundimtar. Dossena kishte të drejtë. Gjykata arriti në përfundimin se trajneri kishte ushtruar detyrën për disa muaj dhe duhej të shpërblehej për punën e tij. Pagesa prej $60.000 u konsiderua si kompensim i drejtë për këtë periudhë. Detyrimi për ta kthyer këtë shumë do të nënkuptonte sipas arsyetimit të gjykatës që ai të kishte punuar pa pagesë. Për më tepër, Federata Shqiptare e Futbollit jo vetëm që humbi çështjen, por u detyrua të mbulonte edhe kostot e procesit dhe shpenzimet ligjore të palës kundërshtare. Rasti Dossena mbetet një nga episodet e para ku institucionet shqiptare u përballën me standardet dhe rigorozitetin e drejtësisë sportive ndërkombëtare. Ai nxori në parë rëndësinë e menaxhimit korrekt të kontratave, transparencës dhe përfaqësimit profesional në procese të tilla. Në retrospektiv, kjo çështje nuk ishte thjesht një konflikt financiar mes një trajneri dhe një federate. Ajo shënoi një moment reflektimi për mënyrën se si futbolli shqiptar ndërrepron me strukturat ndërkombëtare dhe mbetet një rast studimi për administrimin sportiv në Shqipëri.